Bertil Alliaj, dyshuar si autori i vrasjes së djalit të xhaxhait të tij Dalan Alliaj, është arrestuar në orët e para të mëngjesit të sotëm. Pas krimit, Bertil Alliaj u largua nga vendi i ngjarjes, por është kapur pas 5 orësh. Nga të dhënat e para mësohet se Bertil Alliaj u arrestua në zonën malore të Gjormit, vend ku ishte fshehur pas ngjarjes, pas një operacioni të shpejtë policor. Gjatë kontrollit fizik të autorit, ju sekuestrua në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistolet, e dyshuar si arma e përdorur në këtë ngjarje së bashku me një krahër dhe 10 fishek, njofton policia. Ende nuk dihet arsyeja që autori i qelloi mbi djalin e xhaxhait të tij që kishte shkuar për një vizitë në fshatin Gjorm. Pritet që hetimet të zbardhin dinamikën e ngjarjes, ndonse gjithçka do të bazohet në dëshmitë e autorit dhe të afërmve të tij. Zona nuk mbulohet me kamera sigurie, ndaj dhe është e vështirë që përtej dëshmive të zbardhet dinamika e plotë e ngjarjes. Dalan Alliaj, 36 vjeç, u vra mbrëmjen e së shtunës nga kushëriri i tij. Ngjarja e rëndë raportohet ketë ndodhur rreth orës 20:25, ndërsa kanë qenë familjarët që kanë gjetur trupin e pajet të 36 vjeçarit. Ai është dërguar edhe në spital, por pa shenja jete. Por çfarë deklaroi policia? Pas rreth 5 orësh kërkimesh intensive me përdorimin edhe të dronit, policia e Vlorës bëri të mundur arrestimin e autorit të dyshuar të vrasjes së mbrëmjes së djeshme. Sipas policisë, autori Bertil Alliaj rezultoni dënuar më parë në mungesë me 35 vite burg për masakrën e Çoles në vitin 2015, ku 3 të rinj mbetën të vrarë në një kazino. Bertil Alliaj prej vitesh ishte në kërkim sepse ishte pjesëmarrës në masakrën e Çoles. Prej vitit 2015, kohë kur ndodhi edhe masakra, ai ishte i shpallur në kërkim. Pavarësisht se ishte në kërkim, ai shkonte shpesh i pashqetësuar në Gjorm. Viktima Dalan Alliaj rezulton administratori i kompanisë Allidagu në Fier, me aktivitet në fushën e prodhimit, përpunimit dhe shpërndarjes së ushqimeve, mbarështimi i kafshëve në fermat agroblegtorale të mëdha, tregti kafshësh të gjalla si edhe servise tregtia automjetesh.